Dritat e studios u ndezën më fort se zakonisht. Mikrofonat kapnin çdo frymëmarrje, çdo gërvishtje të zërit. Publiku ishte i heshtur, por energjia e tyre ndiej në ajër si një mur i padukshëm. Çdo kamerë ishte e drejtuar drejt tyre, duke regjistruar çdo gjest, çdo shikim, çdo fjalë që do të mbetej në histori. Alba qëndronte drejt përballë Limin. Trupi i saj nuk dridhej, por çdo qelizë e saj ishte e mbushur me zemërim dhe vendosmëri. Syt digjnin nga zhgënjimi. Ajo mori frymë thellë dhe foli, zëri i saj i prerë dhe i pa kompromis, ti nuk ke kapacitet. As burëri, as përgjegjësi. Ke ardhur këtu vetëm për të më gënjur, për të më kontrolluar. Ke ardhur të luash lojën tënde në mes të miliona shikimeve. Një murmurim u ngrit nga publiku, një përzierje habie dhe tensioni. Limi mbeti për momentin pa fjalë, duke kuptuar se çdo justifikim do të goditej nga fuqia e fjalëve të saj. Ke tenta me marr lirinë time, vazhdoi Alba, zëri i saj duke u bërë më i fortë, më i qartë. Mendove se mund të më mbyllësh në frikën tënde, të më vendosësh në kornizën tënde. Por unë nuk dua dik si ty, nuk dua një lojtar, nuk dua një gënjeshtar. Dua dik që ecën përpara, dik si puna ime. Limi u përpoq të ndërhynte, por Alba nuk e la, kur të vijë momenti i fejesës, bashkëjetesës, martesës. Aty nuk ka lojra. Aty nuk ka vend për frikacak. Atëherë shikon kush je vërtet. Ti nuk e di çfarë do të thotë të jesh burr në një marrëdhënie. Ti e ke shkelur çdo rregull të ndershmërisë. Ai bëri një hap afër, zëri i tij duke u ngritur pak. Alba, mos e dramatizo. Unë nuk kam ardhur këtu për t'u përplasur. Unë. Thjesht. Jo. E ndërpreu ajo, duke e përplasur zërin mbi të. Ti nuk ke të drejtë të flasësh më. Çdo fjalë që thua këtu, është gënjeshtër. Unë pranoj vetëm një krah, një njeri të drejtë, të ndershëm. Ti nuk e ke. Ti ke disa femra të tjera, dhe e gjithë loja jote këtu është e mbushur me mashtrime dhe manipulime. Publiku shpërtheu me reagime të përziera, duar trokitje, thirrje, shërtima. Moderatorja u përpoq të ndërhynte, por ishte e qartë se nuk mund të ndalonte këtë shpërthim emocioni. Limi hodhi kokën pas dhe mori frymë thellë. Zëri i tij tani ishte më i ulët, i mbushur me një përzierje zhgënjimi dhe zemërimi. Alba, po flisni pa drejtim. Kjo nuk është e drejtë. Nuk mund të më akuzosh kështu para gjithë publikut. Alba ju afrua pak, por pa u lejuar të prek. Jo, Limi. Kjo është e drejtë. Tani. Kjo është e vërteta. Nuk mund të më kapësh. Jo emocionalisht, jo mendërisht, jo fizikisht. Unë jam me 320 km/h. Ti nuk mund të më kapësh. Nuk mund të më ndalosh nga ajo që unë dua të jem. Dhe çdo gjë që po thua tani është pjesë e gënjeshtrës tënde. Limi heshti. Ai ndihej i mbërthyer. Sytë e tij kërkonin një rrugë dalje, një mënyrë për të rikuperuar diçka që po humbiste, por çdo fjalë e re nga Alba e bënte këtë të pamundur. Thuaj një fjalë, tha Alba, zëri i saj bëri ashpër dhe i prerë. Thuaj diçka që të shpëtoj nga kjo. Thuaj se ke qenë i sinqert gjatë gjithë marrëdhënies. Ose prano para të gjithëve se ke gabuar. Limi u përpoq, por nuk mund të gjeti fjalët. Çdo heshtje e tij e fuqizonte fjalën e saj. Publiku ndihej sikur po hynte në çdo mendim të tyre. Çdo shikim ishte një rrëfim i hapur. Alba u kthye nga kamerat, duke folur drejt për drejt me publikun. Kjo është arsyeja pse unë jam këtu për veten time. Jo për një njeri që nuk di çfarë do. Jo për një njeri që gënjen, mashtron dhe luan me emocionet e mia, asgjë nuk do të kthehet më. Hapat e saj mbi skenë dëgjoheshin qartë. Limi mbeti në vend, i vetmuar, duke kuptuar se çdo fjalë e mëtejshme ishte e kodh.